Pas mbylljes së procesit të numërimit votave për subjektet politike dhe votave preferenciale, në emisionin Tonight ishin të ftuar gazetarët e qytetit të Shkodrës, të cilët analizuan fushatën dhe të gjithë procesin e zgjedhjeve parlamentare 2025. Mendoja kurse që Partia Demokratike do të përfundonte aktualisht me sa di unë është tek 50 mandatet. Dhe duke 11 mandate deri ku me poshtë. Po, më poshtë. Dhe pavarësisht sido që ta shohësh një diferencë kaq e madhe absolutisht që nuk është një lajm i mirë. Le të themi për pluralizmin në vetvetet, pavarësisht se kemi parti të reja në parlament, kemi një konfigurim të ri nga shtatori në legjislaturën e ardhshme. Besoj që këto zgjedhje treguan që Partia Socialiste ka një sistem shumë të mirë të kontrollit votës saj, dhe nga ana tjetër tregoi që opozita nuk ishte gati për të ardhur në pushtet dhe për të qenë bindse, për të bindur shqiptarët që është ajo alternativa për të drejtuar vendin. Besoj që është një nga goditjet më të forta që merr opozita, besoj është edhe një nga ato goditjet që merr edhe leadershipi i Partisë Demokratike. Është një fitore e mirë, sepse kishin votuar pikërisht ato zona ku njerëzit ishin zonat veçanërisht rurale, zonat që ishin popullsime e varfër, dhe po ta vesh re gjeografikisht në zona ku ka marrë përsi dhe qendrat e votimit kanë votuar thuajse 99%, janë në periferitë e fshatrave, ka arritur të marrë më shumë se sa në qytete. Dhe po të fitonte Partia Demokratike në 11 maj, nuk do të rrezikonte vendit mos antarësojë Bashkimin Evropian. Kjo është strategji. Ai ka luajtur me këtë kartë, por nuk besoj që shqiptarët janë budallën dhe kanë votuar Ramën sepse kanë menduar që po nuk fitoj Rama, ne nuk antarësojmë në Bashkimin Evropian. Gjatë emisionit Tonight u diskutuar për zhvillimet e fundit politike si dhe për votën e diasporës, proces i cili nuk ka përfunduar ende.